prindrit e vet, se dhe prindërit shqiptarë bëjnë shumë këtë dhe është për mendimin tim është shumë gabim. Se fëmia e komshiut është shumë më mirë se ty. Se shoku jo ta kaloi dhe ti kështu i dëmton vetbesimin. Dhe ai do ndihet sikur nuk është i mirë mjaftueshëm. Dhe brendësimi i kësaj ndjesie e bën fëmijën që të kalojë në ankth social. Imazhin për veten pastaj në Eksakt, mungesa e vetbesimit, pra vetbesimi te fëmia ushqehet mënyra se si ti bën arritje, pra përgëzojnë arritjet e vogla që mos kemi një mungesë vetbesimi. Nuk mund të thuash një fëmijë që mori 10 në provimin e matematikës, ti thua po ecmo se mori gjithë klasa 10. Apo edhe kur gjithë klasa mund mos ketë marrë 10, po mirë sikur ç'a bëre. Pra, të minimizuarit të arritjeve të fëmijës çon në mungesë vetbesimi. Mungesa e vetbesimit fillon në stepje, gjë që mund të agravojë deri në ankth social. Kështu që ka shumë mënyra se si një fëmijë mund të shkojë deri në çrregullimin emocional të ankthit.